se kam përgatitur i dras. Po? Unë jëmë bo portier i se cilit klub. Në emër të klubit Llopit, gjithmonë do të është respektuar, do të respektohet kryeministri Kurti për punën që ka bërë 4 vjeçare. Bashk do të premtimi që ka për ministri Çeku me kryetarin tonë Shpëtim Bulliçi, mendoj që paralizohet një projekt i madh në trevën tonë të Llopit, edhe gjithë këtë kontribut atribuojna kryeministrit bashkë me ministrin dhe kryetarin. Shpresoj që na të vazhdojna me punë të mira, me zhvillimin e sportit të Kosovën përgjithësi, dhe falë kontributit tyre të 4 vjeçar, mendoj që ka ndryshuar komplet infrastruktura sportive në Kosovë, e cila po merr frytet të veta, edhe falenderoj nga zemra edhe kryeministrin, ministrin dhe kryetarin për një projekt shumë madhor dhe çika. Shumë mirë. Në shërbehoni. Hajde be, nuk mundet me hongur kryetarin e më të klubit. Ordo, kushtrim. Quella è buona per il club. Che fa buoni anni. Non ho detto che ti la buona Faleminderit për këtë mikpritje edhe për zemërt edhe me diell. Ne dim se klubi futbollistik Llopi ka një traditë të gjatë e cila ka kontribuar shumë jo vetëm për futbollin e sportin Llop, po në mbar Kosovën edhe kombin tonë në përgjithësi. Një klub i themeluar në vitin 1932 dhe i cili në historinë e vet më të re që mbajmë mend të gjithë ka dhënë hyje të futbollit sikurse Fadil Vokri e Fabzi Rama, andaj edhe mbështetjen që bëjmë për Juve është një pjesë e vogël e borxhit të madh që kemi ndaj jush. Faleminderit për frymëzimin që ja u bëni talenteve të reja që të luajnë futboll, sepse kur ju shohin Juve, provojnë edhe të tjerë. Dhe në këtë stadium jemi të interesuar që gjithçka të përfundojë sa më shpejt. Kanë nisur punimet në vjeshtën e vitit 2023 me afat prej 26 muajsh, kështu që tash është në përfundim e sipër. Kanë ngelur një pjesë e pak të punës, ato kryesoret e më të mëdha tashmë janë përmbyllur dhe me një vlerë të gjithë mbarshme të kontratës prej rreth 955.000 euro, kanë ngelur për pagesë rreth 200.000 euro, por ajo që është rëndësishme është që në këtë fushë të gjelbër të shohim performanca gjithnjë e më të mira të klubit futbollistik Llopi dhe të futbollit ton në përgjithësi. Ne do të jemi gjithmonë pranë Juve, natyrisht jo në fushë të gjelbër, po në tribuna. Që ka më bo komplet për tribuna, bashkë me ndryqimin pjesën lindore. Që ka më bo dhe tribuna lindore, është një projekt që është diku një 2 milion euro, edhe që është pjesë komplet prej Ministrisë Kulturës, Çeku, edhe një platforme po finalizohet të punë komplet që lidhet me qytetin.
Ecco il rosto. Come sto tranne il Jemi këtu bashk me kryetarin e komunës, profesor Shpetin Bulliqin, dhe me ministrin në detyrë të kulturës, rinisë dhe sportit Harullah Qekun, si dhe me kolegë të tjerë nga qeveria dhe kuvendi, me rastin e vendosjes së gurthemelit për ndërtimin e tribinave të lindjes në stadiumin Zair Pajaziti këtu në Lap, ku luan klubi futbollistik Lapi. Klubi futbollistik Lapi ka një traditë të gjatë, është themeluar në vitin 1932, pra edhe pak bëhet 100 vjeç ky klub, dhe ne i kemi shumë borxh për shkak se nga këtu kanë dalur yje të futbollit, e në historinë tonë më të re që mbajmë mend edhe vetë ne, duhet përmendur Fadil Vokrin e Favzi Ramën. Prandaj, përveç që kemi obligim, besoj që është tetë e dobishme, sepse investimi në sport, e posaçërisht në futboll, në këtë stadium këtu në Podujev, do të inkurajoj, do të zbuloj e do të ushqej talente të reja, të cilët në vitet në vijim natyrisht që do të ngrisin lart e më lart futbollin e vendit tonë dhe të sportit në përgjithësi. Siç mund ta shihni, këtu janë 3 tribinat, perëndim, veri dhe jug, dhe vendosja e gurthemelit për tribinat e lindjes praktikisht e kompleton këtë stadium, dhe kur i shtojmë edhe kulmet e ulura që do të jenë rreth rrotull, e gjithashtu edhe ndriçimi sipas standardeve ndërkombëtare, e shndrojnë stadiumin Zair Pajaziti në stadium sipas kritereve të UEFA-s, e që natyrisht do të jetë një shtys më shumë për suksese edhe më të mëdha. Gëzuar e urime klubit futbollistik Lapi dhe të gjithë llapianëve e dashamirësve të futbollit e të sportit. Në si e veçantë që sot bashkë me kryeministrin, zotin Kurti, ministrin e kulturës, në inaugurimin e fillimit të punimeve në ndërtimin e pjesës lindore të stadiumit qytetit, cilin e shfrytëzon klubi futbollistik Llapi, këtu në Podujev.
Një projekt i cili faktikisht po krijon mundësinë e finalizimit të gjithë punëve në këtë stadium, për arsye se tashmë do ta kemi edhe mbulojën në të gjitha anët e stadiumit dhe është ndriçimi publik që faktikisht është me standardet UEFA-s dhe i plotëson gjitha kriteret e stadiumit të kategorisë së tretë dhe besoj me këtë investim që duhet falenderoj në radhë parë kryeministrin Kurti, Ministrinë e Kulturës për financimin e këtij projekti, ne po i përmbyllëm punët e përgjithshme brenda stadiumit të qytetit Podijës dhe besoj shumë që tashmë edhe ata që do të vinë të shiqojnë ndeshjet e klubit futbollistik Llapi, po edhe ndeshje tjera që do të kenë mundësi që të luhen brenda këtij stadiumi konform rregullave ndërkombëtare të UEFA-s dhe FIFA-s, besoj që do të kenë kushte jashtëzakonisht të përshtatshme. Faleminderit gjithë atyre të cilët janë angazhuar për me mujt që të fillojmë me realizimin e këtij projekti. Po shkojmë deri tek Kryesar, nëse bën një pyetje, organizatat e shoqërisë civile kanë reaguar në lidhje me mos publikimin e kandidatëve të listës serbe, pavarësisht që do të kanë kaluar pjesën ligjore. Një do të thotë një reagim të tillë kemi pas edhe nga ambasada amerikane, e cila ka quajtur vendosin si përshtatje. është çështje e KQZ-s. Unë jam kryeministër i Republikës Kosovës. Moment. Po,